Inatin e kemi shumë të madh. E pejgamberi alayhi salatu wassalam kur ka një sahabi i thot, ja Resulullah më këshillo, thotë la tagdab, mos u nervozo. Sepse inati sjell çdo punë të keqe. Kur ti ke inat, kur ti thu pse be unë me ashtu rrugën atij, e pse unë me i dhon selam, e pse unë me i thon falem atij njeriu i cili unë alltin e kam brez, unë jam bosi i Gazibabës, unë jam bosi i Shkupit, unë duke pas inati vind këqijat. Inati është dere shejtanit. Dere çdo të keqes është inati. Zgjidhja di cila është. Zgjidhja thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur ti je ti ul në kam, dikush të nervozon, ti duhesh më ul. Ulu. A je në kam, ulu. Për këtë çka ka keni pa, edhe rregullon ai cili ka alltime veti, nuk ban me pas edhe ato kushumat, ato fishekat me veti. Po duhet me pas atë senën anësh që mos me i bashku ata, sepse kur vjen nervoza edhe e vret edhe vllaun tan. Edhe pejgamberi alayhis salam neve na ka kallzu, kur ti je në kam, ulu, sepse ti kur ti je ulu, derisa të çosh ka mundësi me uftof edhe me largu shejtanin. Mu uftof ajo armisia. Po thot pejgamberi alayhis salam, kur ti je ulur shtrihu, që me pas kohë ti më u vetdisu, se njeriu kur të është nervoz edhe nuk din çka bën. E pejgamberi alayhis salatu wassalam thot, shikoni, lejse shedidu bisura, nuk është i fortë ai cili e mund vllaun e vet. Nuk është i fortë, që ti që e mund, ti që e vret, se edhe budalla e vret, edhe ahmaku e vret, edhe ahmaku mundet me nxjerr pistoll. Tash është shumë lehtë, po thot, i fortë është ai cili e mban, din me kontrollu nervozën e vet. Din me kontrollu nervozën e vet, që është i fortë Allahu xhelle shanu. Ama nuk është i fortë ai cili e mund. Një boks, apo me shkel me ker, apo me allti me vro, apo, e kjo të ne, valla i fortë, pse e ka alltin brez, jo. Ajo është ahmaku më i madh që ekziston në dunjë, edhe është pasuesi i shejtanit. Por i fortë është, thot pejgamberi alayhis salam, i fortë është ai cili e mban mllefin e vet, e kontrollon nervozën e vet. Kjo është i fortë Allahu